Nuk duhen që ata ta ullin besimin e qytetarit. Mirë po, kjo punë... A e ullë kjo besimin e qytetarit tani më kur e shohim gjendjen dhe situatët? Jo, kjo ullë besimin e qytetarit në drejtar. Në zavendës drejtarët policisë, të cilët janë... Ministër gjithsesi... Po, dëgjëm, jo, edhe cili është problemi? Problemi është se policë, zyrtarë policor, ata raportojnë të shefat e vetë të drejtori regionali. E drejtori regional ku? Të drejtori përgjithshëm. Që këtë drejtori përgjithshëm të ministri. E adi ku ngellë problemi? Në drejtori regionali. Qa të ngellë? Sepse ata janë dëpt. Policia janë shumë të furt. Po drejtorat janë shumë dëpt. Drejtorat janë njerëzit ma dëpt në policinë e Kosovës. Po vjen keq për tëmë. Edhe drejtori përgjithshëm aktuali, edhe se cili drejtor e ka mojtë zhogun e qeverive, edhe nuk i ka mbrojt policinë e vetë. Nuk i ka përkro policinë e vetë. Mjetet e ndara janë nga Ministria e Punëve të Brendshme, prej viti 2024 dhe në vitin 2026 vazhdimisht në secilin projekt buxhet janë ndarë, duke filluar nga në 2024 që janë ndarë mbi 4 milion euro, pastaj në 2025 ka kaluar shifra në 6 milion euro, pastaj në 2026 në plan apo projekt buxhetin që u votua tash, shifra është gati 7 milion euro dhe kërkon asnjë investim nuk është bërë. Dhe këto janë ndarë. Veç një sekondë, tash ndarja Ministria e Punëve të Brendshme ka ndarë për renovimet të objekteve, po. Dhe ndërtim të kompit. Dhe ndërtim të kompit. Kush ka me zhvillu procedurën e prokurimit? A ka me zhvillu policia, a prokuria? Po mendoj, a policia, a ministria? Unë mendoj që ministria, sepse objektet policore, qeveritare, por edhe objektet e gjykatës që janë sot në Prishtinë, bien në mirëmbajtje, apo në domenin e mirëmbajtjes nga Ministria e Punëve të Brendshme. Këtë dimin s'ka bënë zemjet në gjykatë, kërkush si ka ndreq. Sepse qeveria s'ka dash me ndreq gjykatës. Rrjedhimisht i ka nda të mjete, për i ke nda rajshëm. I ke nda rajshëm edhe nuk e bon përgjithsi ministri, dhe është absolutisht e papranueshme, sidomos qeveria e fundit, qeveria aktuale, absolutisht asë një investim. Lere mo në objekte, po ti nuk i investime në mirëmbajtje të rrugëve, në mirëmbajtje të objekteve. Do t'i shqillojmë dhe këto, sepse është bashkuar me ne dhe gazetarja Klan Kosovës, Altjana Zogaj, mirë se erdhe Altjana, gjatë ditës djeshme ke trajtuar këtë çështje, këtë temë. Çfarë ke arritur të mësosh deri më tani, se çfarë është duke ndodhur realisht tani për tani në këtë kamp? Me qenë se qysh edhe e dim prej raportimeve që jënë bo, edhe për kolegës gazetare Dorotinjes që e kemi këtu po edhe neve, do më thonë ditën e djeshme që ka morën vesh është që ke mos funksionalizimi më në ko, do më thonë të pacaktuar i disa hapësirave përkatësisht tualeteve atje, sepse u vërtetu edhe ajo që ka tashmë është raportu edhe në fakt edhe është faktu për mes video pamjeve të shumë ta që vetë se jënë publiku. Tashmë është duke u përgadit dhe është në përfundim edhe raporti inspektoratit sanitar që kanë qenë atje, po që ka kemi mujtë me kuptu edhe nga burimet tona, do më thonë është vrejt që ka munges të madhe të higjienës brenda hapësirave, ku edhe shihet shumë e thjeshtë edhe për me u pa edhe nga fotografit edhe video që janë publiku, mandej e kemi pa edhe plasaritje, qarje të shumë ta që kanë qenë aty, që ka deshta me undërlidh ma heret të diskutimi që ke edhe mes kolegëve këtu, ke çështja që pse është thjesht deri më tani, nëse nuk ishin publiku ato fotografi, në fakt nuk ish kuptu asnjëherë se çka po ndodh me të vërtetë atje, po fatmirësisht që gazetarët kanë burime, edhe mund me pas informata të këtij lloji, më pas edhe me i dërgu edhe tek audienca në atë formë, sepse si informata, sidomos gazetarët që merren me siguri i kanë të kahmëshme, por është komplet ndryshe nëse kemi edhe fotografitë edhe video që vetë se paraqiten, ani pse ka qenë për keqardhje realisht reagimi i institucionit të policisë në këtë rast, që është tentu me mohu, ka pas ftesë edhe prej njeve si gazetar që nëse është e kundërta atëherë me shumë dëshirë, shkojmë edhe ne i shohim ato qendra, që ka dihet është se pikrisht qendra komanduse të themi ose kurrin e prorët atje është në gjendje shumë më të mirë, ndërkohë tjerat nuk janë. Dhe policët, nga mesazhet që i kemi siguruar që qendra ku qëndrojnë drejtorët është shumë e mirë krahas atyre ku qëndrojnë policët. Po, absolutisht. Është thonë gjithashtu që nuk janë të shfrytzueshme këto hapësira, po kjo nuk qëndron, sepse nëse nuk do të ishin të shfrytzueshme, inspektorati nuk ish vendos një letër që vese e ndalën përdorimin dhe shfrytëzimin e atyre hapësirave, sepse ka pas zyrtar policor që dje janë drejtu për nevojat e tyre qoftë dhe për tualet ose edhe WC që janë aty dhe nuk kanë pas mundësi që me shku për shkak se është mbyll tashmë ajo. Kjo është më e thellë se sa dëshira për me rregullu një objekt, në këtë rast me renovu,
sepse në vitin 2022 i njëjti kontenjer apo formatit e jetuar